Unë desha të falenderoja kryetarin e bashkisë, kryetarin e qarkut, natyrisht dhe kolegët të tjerë, që më krijuan mundësinë të japin dhe ne kontributin tonë për njohjen e kësaj vlere të jashtëzakonshme të natyrës dhe jo vetëm ta njohim, por ta vëmë në shërbim të zhvillimit të qëndrueshëm të turizmit. Unë kam disa vite që merrem me trashëgiminë natyrore të gjithë vendit tonë, në këtë kuadër edhe të trashëgiminë natyrore të qarkut të Fierit. Dhe ajo që më ka bërë përshtypje është se vendi ynë ka një pasuri të jashtëzakonshme, vlerash unikale, të cilat janë cilësuar me të drejtë si trashëgimi natyrore, të cilat pastaj të diferencuara mbi bazën e kategorive të tyre, janë rezervate strikte mbrojtje, janë parqet kombëtare, janë monumentet e natyrës, rezervate natyrore të menaxhuara, peizazhet e mbrojtura dhe zonat e resurseve të menaxhuara. Por projekti për të cilët ne kemi mbledhur sot ka të bëjë vetëm me njërin prej këtyre kategorive dhe pikërisht ka të bëjë me monumentet e natyrës. Dhe monumentet e natyrës pikërisht për qarkun e Fierit. Ne menduam së bashku me zonjushën Rezarta që projekti ynë të fillonte pikërisht me sensibilizimin e opinionit për këto vlera, duke filluar nga njohja e këtyre vlerave dhe pastaj të mendojmë për hapat e mëtejshme. Dhe menduam që këtë sensibilizim ta bëjmë duke filluar qysh me shkollat. Dhe sot patëm rastin e mirë, rastin fatlumë, të bisedojmë me nxënësit e disa shkollave të Fierit, të Patosit, të Semanit, pikërisht për këtë problem. Dhe vëmre se nxënësit ka një kureshje jo të vogël për të njohur këto vlera, sepse ne mendojmë që do jenë këta nesër drejtuesit e pushtetit lokal, pushtetit vendor, të pushtetit qendror, por dhe të problemeve të turizmit, do jenë këta që do drejtojnë agjensitë, do jenë këta operatorët e turizmit. Por është nevojshme që tek këta ne ta bëjmë të njohur këtë vlerë dhe këta pastaj këtë vlerë ta transmetojnë në rrethin e tyre familjar, po edhe më gjerë, në mënyrë që këto vlera të njihen dhe të vijen padyshim në shërbim të zhvillimit të turizmit. Sepse